Dy vajza të mitura 9 dhe 11 vjeçë kanë humbur jetën tragjikisht në plazhin e Tales në Lezhë, pasi dy shojt u mbytën teksa po lajshin në det. Viktimat janë identifikuar si Jonida Dajlani dhe Adelaida Misha, të dyja nga Fushkruja. Sipas njoftimit paraprak të policisë, në bashkëpunim me pushuesit që ndodheshin në zonë, u bë mundur gjetja dhe nxjerrja e trupave të pajet nga deti. Trupat e dy vajzave u transportuan në morgun e Spitalit Rajonal të Lezhës, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes. Dyshohet se tragjedia ka ndodhur në një zonë plazhi të pamenaxhuar. Pas ngjarjes reagoi dhe kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pier Indreu, i cili shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe cilësoi rastin si një tragjedi të rëndë. Teksa ngriti shqetësimin për mungesën e kujdesit në plazhet e pamenaxhuara, ai theksoi se në këto zona vëmendja ndaj fëmijëve e personave që nuk dinë not duhet të jetë maksimal. Si drejtuesi pushtetit lokal, shpreh shqetësimin për mungesën e kujdesit dhe vigjilencës në plazhet e pamenaxhuara, të cilat nuk administrohen as nga subjektet private dhe as nga bashkia. Në hapësira të tilla, kujdesi prindëror ndaj fëmijëve, si dhe vëmendja e familjarëve dhe shoqërisë ndaj personave që nuk dinë not, duhet jetë maksimal në çdo moment. Në reagimin e tij kryebashkiaku i Lezhës, teksa vënë në dukje se plazhet e menaxhuara janë të pajisura me sinjalistikën përkatëse, tekson se siguria në plazh është një përgjegjësi e përbashkët që kërkon ndërgjegjësim, kujdes dhe bashkëpunim për të gjithë. Ngjarja kësaj të premte rikthen në vëmendje shqetësimet për siguri në vijën bregdetare. Vetëm pak javë më parë, më 3 qershor, 2 të rinj nga Kosova humbën jetën në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin, ndërsa 3 të tjerë u shpëtuan. Edhe në atë rast u raportua mungesë kullave të vrojtimit dhe sinjalistikës paralajmëruese në zonën ku ndodhi tragjedia.